أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما افتح علينا فتوح العارفين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Të nderuar xhamat, tashmë himje s'ka dersit, ka drejt për drejt i vazhdim i komenteve të ajeteve në suratul Nahl. Kemi një lutje të cilën nuk kash merend që na ta përsërismi shpesh, se një herë sa dush kur thosat namazi që ndijes el Fatiha, pa porosit na hasnit e para për njerëzit që janë fal jashtë. Që ketë hin mrena, se një orë nuk kanë punë lehtë që të ngojsh ders jashtë klimës. Edhe për shkak se na kam kërkesë këta të hoxhallarat se të dalin imam, sidomos namaz të qindjes, kërkesë e hoxhës dersit është që kur thoje ai që ban kamet la ilaha illallah, mos më u lidh më një herë. Një minutë se prej di vendeve po duhet me him renda. Do prej ati oborrit a gjemrena, do prej kësaj në këtë xhamin e madhe mrena këtu, e po jesin njerëzit deri në çatën e parë hemen pa u lidh. E me prit di pak mas fundit kametit që kejt t'hin saf e ta falim namazin bashkë. Kjo a kërkes, inshallah ta'ala, është e mirë filti dhe mirë kuptuar. Sot inshallah ta'ala, në suratul Nahl do t'i kemi për jetimet tona me ajetin 3 edhe me radhë. Inderuar i xhamat, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuh spjegon në këtë sure para së gjithash vërtetimet e gjalla të qenjës edhe ekzistimit ati. Në Kurani Kerim përdor Allahu metoda kuranore për spjegimin e qartë të argumenteve të ekzistimit ti. Mirë po, a i përdor lloj metoda. Në dersin e sodit, metodat kuranore të cilët vërtetojnë ekzistimin e Allahu Jalla Jalaluhu do t'i cekim vetëm di. Do t'i spjegojmë di metoda. Jo tonat, ato i përdor Allahu në Kurani Kerim. Metoda njënja në suratul Baqara, kurse qetra në surën tonë të cilën jemi kap na për ta. Metoda të dijat që do t'i spjegojmë na kanë emna, kanë definicione. Definicioni i metodës. Metoda e parë, të më falni, unë jam i bindur në xhamat se ju kur dilni prej xhamie këto si mbani mend. Me ju pyet jashtë dikush për shembull, që shkan me çato di metoda çka i spjegoj ke hoxha? Këto janë për ju vetrana, por na duhet ngritemi për ditë mësojmë atë që se kemi mësu. Këto di metoda unë po i spjegoj sot sefte prej se jam hoxh. Numër 1, në suratul Baqara. Metoda e para ka emnin. Prej asaj që duket te ka ajo që s'duket. Kështu e ka emnin metoda. I përdor Allahu ajetet të cilët na flasin neve për gjona, të cilët duken edhe vërtetojnë qenjen e tij. E pastaj e krin me këta, futët në fazën e metodës e argumenteve edhe flet për gjanat të cilët na si shofim, mirë pa ato për ka vërtetimi i qenjes Allahut janë baraz me neve. Pra po filloj me ajetin i cili përfshin këtë metodë. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhen nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun. O njerëz, tha Allahu Jalla Jalaluhu, adhurone edhe bani ibadet ati Allahut i cili ju ka kriju juve. Pra, kjo është këto krijesa janë ato që dokën. Unë edhe ti të shof, ti më shef mua dhe unë të shof tije. Pra ka fillu prej, këtu e kam fjallën prej ku fillojnë, a i dë njëherë fillojnë prej dikun qëtër. Pra këtu po fillojnë prej asaj që duket, e po kalojmë në ate që nuk duket fare, tha walladhina min qablikum, faza dit, pra ju ka kriju juve, i ka kriju ata që s'janë sot me juve, kanë qenë edhe kanë shku para juve. Jemi si ato si na, por nuk i shofim. Nuhin se kemi pa, Lutin se kemi pa, Ibrahimin se kemi pa, Musën se kemi pa, Adin se kemi pa, Themudin se kemi pa, Shithin se kemi pa, Ademin se kemi pa, Isën se kemi pa, Jahjen se kemi pa, Daudin se kemi pa, Sulejmanin se kemi pa, Zekeriin se kemi pa. Se kemi pa. Pa kanë qenë këtë botë, po kanë qenë pra. Kush i soli ato, ai që na soli neve? Pra 1 edhe 2. E treta fazë.
E thonë, was-samaa binaa. Juve që jeni tash po shifni, ata si ju që s'po i shifni, e tani shkon në fazën e tretë të objektet e rana, të objektet e mdoja. Ju ka kriju juve, babalart e juve, qiellin nalt faza e tretë. Allahu Gjelle Gjelalu më në azbrit të ajo që e keni ju para veti dhe thot, wal arda firasha, e kemi bot tokën shtrat, bile këto fillon me tokën e pastaj me qiellin. Ka thonë wal arda firasha was samaa binaa, e kam bot tokën të shtrirë para kamve juve, was samaa binaa, edhe e kam bot qiellin objekt. Në rregull, e kam bot qiellin objekt. Ju kam kriju juve, ata para juve, tokën rash para kamve juve, qiellin lartë, faza e 4. E mbyll këtë metodë me një interes të njeriu të lidhën ngusht me ta, pasi që i kalzon se unë kam kriju tije. Kam kriju babën tanë atë parën e veçertë që si më i shet, e kam kriju tokën të rafsh para kam vetuva me qarkullu mirë, pastaj kalzon se e kam kriju qiellin. Këto janë kejt argumentet e gjalla ti mos me het, tup edhe qorën këtë botë, e pastaj ta spjegon Kurani Kerimi të 4 fazë me të cilën ti je ngusht i lidhën me ta dhe tha wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Tha kam kriju, e pastaj kam zbrit qiell prej nalt, prej qiellit do të thon prej nalt. Mos bëmi nat tash shurdhot edhe tup. Popull hoxha tha shivi publike pi qiell, hajde marati shivi bepi megla mos u ban cull. Qiell i thojnë prej kokës e përpjet. Sama në Kurani Kerim, prej kokës e përpjet. Pra tha, javë zbres shiun prej nalt, i urdhënoi tokën me u bë bereqet prej poshtë. Pse këtë fazë e kalon me smrami? Ti në gjithë ditën, ma në fund ha iftar. Gjithë ditën a gjëra Ramazanin, me smrami han. Pra e kalon fazën atë që ti ngusht je i lidhën me ta, ma në fund. Kjo është metoda prej asaj që duket të ka ato që nuk duken letë. I nderuar i xhamat, kjo metoda që përdor Kurani Kerimi për formimin e bindjes të qenjes edhe ekzistimit të atij në suratul Bakara me një ajet. Po kalojmë te na këtu sot ku jemi në suratul An-Nahl. Këtu Allahu Jalla Jalalu fillon prej qiellit, e pastaj zbrat, edhe prej te njeriu, pastaj zbrat te kafshët, e pastaj te bimët. Kështu fillon. Edhe kjo metodë e ka emrin ndryshe. Kjo min al-ashrafi ila al-adna, prej ka ajo që është më ndershme te ajo që janë më pak më nder. Këtë metodë e përdor Kurani Kerimi. Fillon me ajetën suratul Nahl, duke e vërtetuar ekzistimin e tij, prej gjonave që janë më të ndershme. Qielli normal ama i ndershëm se toka. Normal ama i ndershëm. Aja më i madh, aja më i gjan, ato janë 7. Atja është krejt bereqeti, edhe rëzkin që ham na edhe aj bunimet i ka në qiell. Allahu thanë Kurani Kerim, wa rizkukum fis sama wa ma tuadun, rëzki juva në qiell bunimin e ka, nuk e ka në tokë. Mirë, shka bëhet në tokë nëse s'ka prej nalt? Cila gjo mundet me shku për pjetë, cila e mjell ti e s'ka prej nalt? Për atë e tha Allahu, rëzki ju vrojt në altë i ka, tha nuk i ka në tokë, u rizkukum fis sama, tha rëzki në altë e keni. Pra fillon me qiellin, numër 1, pastaj në do të në spjegon së ndërësën e sotit për njeriun, e pastaj për kafshët edhe bimët. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. I kam kriju, tha qiejt edhe tokën me të vërtet i kam kriju. Çka me të vërtet? Tha khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Në surat Luqman, e kam kriju qiellin pa shtilla. Tha, po e shifni, tarawnaha, po e shifni se pa shtilla. E pastaj, po e shohim se pa shtilla. Çka po bani si po e shifni si pa shtilla? O njerëz, çka po ban? Po e shef pa shtillë, çka po ban tash? Shkon te shtëpia jote, ti e ke baru një podrum të madh, edhe i kallzon mikut tan se çfarë pa shtillë i kanë në fund. Ky direkt 10 kati ma, kështu i ban muhabet atij. Ati ka vu majstori bazat e shtëpijës për tërma për dikat. Shka për dikat? Për 8 kat. Flet ti dhe spjegon për shtilat Allahu Gjelle Gjelaluhu, plafonin e vetë të bukur për të cilit i thanë Kur'an plafon. Tha wa gjaalna as-samaa saqfan marfua. Tha kam bo qiellin plafon të ngritur, por pa shtila, të raunaha, ju për e shifni se pa shtila, e ta shtaj pa haroni mjeshtrin.
Po e lavdroni këtë mjeshtrin i cilin ndërtoj me shtylla, shumë i mirë, apo harroni mjeshtrin i cilin ndërton pa shtylla. Khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Edhe çfarë plafoni. Na kur ti thojmë qiellës e pa fund, ju duni me na kuptu neve ndryshe më njëherë, se qielli ka fund. Qielli ka fund, njoni, diti, treti, pesti, katri, gjashti, shtati, kejt kanë fund. Vetëm një është pa fund, aja është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po na i thojmë pa fund për sinin ton, qielli pa fund, për sinin ton pa fund, a i ka fund, në rregull. Khalaqa as-samawati wal arda, tha e kam kriju qiejt shtatë, edhe e kam kriju tokën. Studentët e fakultetit të astronomisë, kur spjegojnë hoxhallarët kësi tema, ju mushët goja me lang me boj një pyetje në xhami. Mi thonë hoxhës, Allahu i ka përmen qiejt edhe tokën e ka përmen. E pse si ka përmen ato planetat që na po i mësojmë në astronomi? Ato do të mëdhoja. Për shembull, a është Saturni në Kur'an? A është Jupiteri në Kur'an? A është Marsi në Kur'an? A është Venera në Kur'an? Neptuni a është në Kur'an? Ku janë këto? E ka përmen qiejt në alë shtatë, që s'kemi na lidhje me to për ka arritja, edhe e ka përmen tokën. Edhe më njëherë mas kësaj o Gjafendi, po du me të pyet një pyetje, hajde urdhno ta shohim. A thu, a ka jetë që tërkon përveç se të nën tokë? Unë thash, ndoshta ka, po inshallah Amerikanë s'mrin agje, se që rregullojnë më njëherë. Inshallah rrin ato agje qetë derisa të mujnë me nejtë sa s'kan shku, po këto pi këtu me shit pak dije. Sa s'kan shku këto të këtuit me përlongë dhe me shregullu më njëherë, me bohor. Inshallah janë ato ku janë atje, e janë mire, janë rahat si t'jenë pra, se këti njëri tonë s'po i del këtu po ka qef me po, edhe nalt me një ven, shkencëve las pranon nalt e poshtë, se në hapsim jemi të barabartë, në hapsim jemi të barabartë. Kur kush nuk ka në hapsin ma nalë se qetri, as ma poshtë se qetri. A thua ka gjin a gje. Unë për të kalzoj, për gjin e di që ka pas se ka Kurani Kerim një surë flet për gjinët, për e gjinët e kam fjallën. Tha kunna nek'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Në suratul Gjin e gjinët thanë, na kemi pas ne në qiell nalt. A gje kemi pas karikat e tona ullshme dhe ngojshme, shka pi pregaditit njerit, vishme e vëshmi në gjumë si ti vene mirë, edhe vishme e trenojshmi kejtë si ti vene keqë. Tha, pise zbriti Kurani Kerimi këto vene në Afgan mbyllë mo, s'ka me shku për pjetë. Për ja ditë që ka zbrit Kurani Kerimi në Afgan mbyllë këto karike, tha, jemi të rëmim prej qielit, po punojmë të tokë. Tha, ka gjin, a gjina gjin ka pas, shti që s'ka mo. E ku janë gjinët pra shti? Ku janë ato pra? Allahu në Kurani Kerim e ka mbyll me përkaradhitja në Kuran, zbritja ajetin e fundit. Ka thonë min el gjinneti wa nas. Ka thonë ato e tash janë pra dhe qish janë, qish kanë qenë, do prej insanve e do prej e gjineve janë shejtona kejt. Tha do prej e gjineve e do prej insanve janë shejtona. E do prej insanve janë insan pra. Ka thonë do prej e gjineve janë musliman. Wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun, tha në gjinët nashti, mas Kurani Kerimit e tekne, do jemi musliman e do jemi në qatë dini shka kanë qenë, tha, do jemi musliman mo. E që ato shka janë musliman, kush janë pra? Ato shka janë musliman janë vlasnit e tonë. Ato shka janë musliman e falin namazin me neve. Ato shka janë musliman janë në dërs me neve tash momentalisht. Ato shka janë musliman janë shembull i sëmirës. Ato manifestojnë urdhat e Allahu Gjelle Gjelalu. Ato shka si janë musliman, a ki qef mi pa? Unë mësoj qish mi pa ato ti. A ju vetë si kam pa kur? Po të mësoj ti e qish mi pa, ma unë e kam mundësi me të mësu qish mi pa. Kejt ato shka si janë musliman. A pas ke pa bol? Je mip të pa. Je mip të pa. E për ato të padukshmit që si janë musliman, për ato të padukshmit, ato janë punë krejtësisht tjetër. Bile me i pati ato, dush me arte hoxha me kërku pash zotin, a ke mundësi me mnimu mës mi pa? Kështu nga puna. Pra më mirë ato ti mës mi pa, se to ne kërkon me të mnimu dikush, mës mi pa, me ta mshel perdën. Unë edhe s'jam aj,
e tëre duesh me shkuti të loj munafikin dherë të ati me re, aj me të mësu ti e se, qish nuk i shef, si mundet që ti mështë i shifësh më ato, aje nëzërë një kaqëre dhe prej vorrave të shkive, e merë një kaqëre dhe prej vorrave të majubve, e më shtel me një najlon, e ta qet me një shishe tujit, sokit, një litër e gjimës, e ta ban dynjohën berbat, e ti të në atujnë a qët me pi 7 dit, kur ta pi 7 dit atujnë, si ti kishe pa një 10, i shef një 110, e pastaj ndër mo kejt dynjohën, haron Allahun, e haron pejgamberin, e haron Kurani Kerimin, e haron mbështetjen në Allahun xhelle xhelaluhu, e veç asaj 100 marka ti, 200 marka ti, 300 marka ti, edhe maj smrami dherën e hoxhës e rrethu, dunjon e heca s'ka fajde. Hoxha ka me vesh mi lejmëru se a ka fajde, a s'ka fajde. E ta shka bojmë në këtu pra, në këtu pse jemi? Në këtu jemi ndëruar i xhamat, me mësu Allahun, me mësu cilësit e ati, me mësu me u bo musliman, e pastaj nëse je pra, edhe me ndonë se je i bindur në ta dhe i mështetu në Allahun xhelle xhelalu. Apo ki qef mës me i pa kur pra ato, o të mësoj qish mundësh mës me i pa kur. Gjithmore has me abdes, fali 5 vaktët namaz, kur mësë të kost i shahit. Kushta? Kusht, prishe këtë abdes, mere qetrin. Fale vaktin 5 herë, kur nuk i shahit. Le që nuk i shahit vetë. Po s'ka mundësi me ti qitë mu dhe kur kush mi pa. Se po thojnë ato njerëzit, a ju në s'pëdu mi pa, ma aje halkit po ti qesin. Bile, nusja vlaj. Ote, si të shkojsh të malokt. Si shkojsh të malokt, a gjatë thoi, jo nusja vlaj, thoi nusja jote. Se ato se kanë përqederë, se ti kur të vish të shpia, i thu gruës për tja, a përqështuj, i e gruja jeme, a përqisi puna, pa. Ajde, mantilin edhe, se për të qoj. Allahu në Kuran tha, ju farrikune bihi bejnë al-mar'i wa zawji, me këto propaganda ato për i bojnë zati burin prej gruës, me danë. Suratul Baqara, ajeti vë të tëba umatet lë shëjatinu ala mulki Sulejman. Qëllnisit o ju të rinj, qëllnisit o ju të rinj, nëse ju martoni dhe asni musliman me si shkijet. Unë së di shka në shaj, u kam një me po thojnë gusli, më së di shka në taj gusli. Aja gusli ma dhe në Gjermani. E si të hesër si ato, me eminin e muslimonit, kush mos del në udhe. Pastrohu edhe mbaju regullave. Mbaju regullave mësë tëtë. Për atë jemi në gjami, këtu me ju kalzu njerëzve se s'ka nevoj më tut. Qka ta mërë menja? Hoxha jot, a tutët për gjinëve? Po s'mundët, a i s'potutët për insanëve për gjinëve. S'mundët me ndodhë. Hitë s'mundët me ndodhë asë njëherë. E dini ku ka shku të nderuar xhamat mitologjia e kësa i punë largë. Aqë largë ka hi thallë të muslimoni sa që thojnë gjinët e tonë valla në gjami, unë në 12 natës, dunjon me mashtru me altanës hi. A keni ndëgju kësi propagande drishkët të njerëzit që kanë fut largimin e muslimonit nga gjamia, e pse vën gjami si në 12 natës, ati 100% del dishka. E unë për të pesë pra, si dalën gjami dishka. Për i zatë zotë, jashtë në gjami e shka prit me të do. Në gjami të shpia Allahu si dalën dishka, të shpia e mbrojtjes, të shpia e bereqetit, të shpia e hapën për njerin i cili hi mesnate para mesnate. Si të ndodhe në gjami dishka, shka të ndodhe a thunë të koncert, shka të ndodhe a thunë bioskop, shka të ndodhe a thunë në salën e filmit, kejt a gjenëm të dalë, ma ti s'pi shë. A gje shka mos për del, a këtu kur gjohës për del që për tutësh. Ashmel mitologji thunë, ashmel mitologjia në zemë në shpirtin e muslimonit se me shku në 12 natës në gjami, ati, hirat tëne për fund kësaj. A dhe vla, mos hin ati. Kush qoj me hin 12? Edhe u bo beti, apo? Po këthemi. Dë njëherë në temën tonë në si shti, si në këtë moment, ju do këtë juve se dullëm pak, apo? Po na nuk kemi dalë, na jemi në ta mrena. Na jemi në temë dërsa jemi në gjami. Kur dalë me për gjami e dalim për temë. Khalaka samawati wal arda bil haq, tha kam kriju qëllin haq, dëvërtet. Tokën e kam kriju dëvërtet. Pse këto, pse kështu?
Tha Allahu Gjelle Gjelalu, pse si ka përmen planetet qera? Pse si ka përmen ato? Ti unë po të pës kështu pra, ama po e thjeshtoj shumë. Ke a gjenje 100 metre dru në bërë që i ke bleka 100 mark kubin. Në regull. Po i ke në për ta dhe do të nga të vogli në për o bërë do. A dhe ato miku t'ja spjegona? Allahu Gjelle Gjelalu spjegon për 700 bot. Ato kubikët e mëdhejt ati. Hona një cunga ti lanë në bërë. Venera, Saturni, Neptuni, Jupiterni. Këto janë disa gjona që i ke arruti në bërë. Këto janë të vogla. A dhe për këto me bisedua. Allahu bisedon në këtë rast për mdojat. Unë thash, kjo është metoda prej ku fillon ai me të therë, me të tërheq. Masi ta krije këta, fillon me spjegu për njerin. Ka thonë, khalaqal insana min nutfa. E kam kriju njeri unë prej pikës ujit. Khalaqal insana min nutfa. Fe idha huwa khasimun mubin. Tha kam kriju prej një pikës ujit të dobët. Ai po anëmiston Allahun. Kështu thënë Kurani i Kerim në ajetin numër 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pështinin dorë, dëgjoni mirë. Ai pështinin dorë, i dërguari Allahu xhalla xhelalu para shokëve vet. Ai pështini kështu në dorë. Edhe ju tha shokëve, apo e shihni këtë laktën që janë këtu në dorën time, i thanë ato po ja Rasulullah. Tha prej kësaj llojit një uji tha kriju njeriu tha, edhe po e kundërshton Allahun. Ja tha, kja është njeriu ha? Kja është ta njeriu? Kur u bo vesh e si e ka me dorë, me mend po kundërshton. Dhe po merr lapsin e po shkruan në literaturë, e po i mëson çunat në shkolla, kush e ka pa Allahin mesin, shka po thot hoxha në xhami, ha? A ka pa dikusha? Edhe me këta, po i bind galerat mas galerate, se kim se qenë ka fjala për me besu Allahun se ashtë, pu dashka edhe me pa. E na janë gjesmi marësit përveshë hiq, gajle se kimi. Darwini janë gjesmi përveshë dhe s'marromi hiq, i thujme hecë ka të drasa zez. Se si po gatë nuk qenë ke ullë para drasës zez, ku spjegohet dituria. E atë e kletë të drasa zez. A mesi Allahuna? Po mesi, qka kam gjapë setrës mrenda? Unë qka kam këtu në gjapë setrës mrenda? Kejtë gjemati gjamiës ka arë kur s'pedi, po t'ja si kesin ta. E sa letë? Një letër. A, kur gjohës pa e pas një letër. Po kur gjohë dhe një me kur gjohë. Po ti t'kishe thonë baram një letër e ke në gjepë. Po s'gudzove me folë, unë t'kyta ti s'gudzove me folë. Po kur e nëzera unë e letër e nëzave, po kur gjohë një letër. E kështu po dhoj, po kur gjohë qilla? Toka, qilla, tokë, që tokë. Po tokë, po si, me e pa krijesën e Allahut e me e besu mjeshtrin i cili rrinë basa saj. Se asë gjën s'ka pa mjeshtër. Asë gjën s'ka pa mjeshtër. Me si, Allahun gjelle gjelaluhu ato që dojnë me pa, ato se kanë pa hala vetën. Ato kanë për obligim njëherë vetën me shiqu. Me pa vetën njëherë. Ta krinë me vetë vetën, bisedojnë me neve. Ta krinë me vetë vetën njëherë, bisedojnë me neve. Ato ta krinë me vetë vetën, pse i kanë flokë në kokës, i kanë shput. Tja bojnë në vetë vetës këtë pytje, pse krien e kanë me flokë, e shputën e komës nuk e kanë me flokë. Ta bitisin me këta njëherë, ta në bisedojnë me neve. Ato duen me u liru, me u qliru për gjithmonë nga dogma e pabesimit, se pabesimi është falsifikim, a besimi është original i jetës. Pra ato që i besojnë, ato janë në original, se baza rrënjësore e spjegimeve dhe të kësa jetë është sa ma i shkollum, aq ma fetar. Kjo është original. Originali është sa ma i ditur, aq ma i besushëm, jo sa ma i shkollum ma largë. Kjo është original, kjo është falsifikimi qekit, kjo është falsifikimi dokumentacionit, kjo është falsifikimi lejës, kjo është falsifikim certifikatës original. A certifikata original është sa ma i shkollum, aq ma besnik, sa ma i shkollum, aq ma i besushëm, sa ma i ditur, aq ma afra Allahu gjelle gjelalu. Tash të diturit, ja që të në plonin kështu, me të vërtetën Allahut më marë ato shka zdin. Ato shka zdin. Se të gjamia, në gjami dijet shka ka. Në gjami hoxha, a gjë hoxha spjegon atë qitapin.
atë që tapin të kuqin. A na s'kemi punë ati. Na, po ju shka spjegonin të shofim, inshallah, elektricitetin, gravitacionin. Na spjegojmë elektricitetin, e spjegojmë gravitacionin. Hajër, ku e keni morë? O ju të gravitacionit, ku e keni morë? A i gravitacioni madein pikashaj. Ju a keni ndërtu ata Bayer Leverkusen, ata e ka qitë në shasha. A mëse ka po ata Bayer Dormagen, helbet. Mëse ka po fabrika BASF në Ludwigshafen, helbet e ndështë. Gravitacionin e mëson dhe regull, tamam. I kuj në ashaj? Prodhim i kuj ashaj gravitacioni? Prodhim i kuj ash valet elektronike në hapsin? Ato janë prodhim i ati që në Kurani Kerim thot khalakas samawati wal arda bil haq. I kam kriju gravitacionin, e kam kriju elektricitetin, i kam kriju valet, edhe kam bo bene valet në Kurani Kerim, kam thonë. Was-samai dhatil buruj. Po baj bene qielin edhe valet mes qielit edhe tokës. Valet atmosferike në mes qielit edhe tokës. Valet atmosferike ju thënë Kur'an burgj. Shumë si ative a burgj. Valet atmosferike, po baj bene to. A ju zbulut dë një sen që Allahu që 1500 vetë ka bo bene to, a? Faleminderit që i spjegut ligjet. Faleminderit që arritët me i ditë se teli plus edhe minus shkaktojnë rime dhe dritë. Faleminderit për këta. Po i mos i dilni zot ju asaj që se a juvja. Ju faleminderit që ndërtut një anije cila ka emnin Titanic. Në vitin 1912 filloj nga brigjet e Skocijës për me shku në Amerikë. Ka pasat edhe një njeri prej viseve tonë e mrenda, me shku në Amerikë. A fundos mas disa kilometrave. A një arit. A fundos mas disa kilometrave. Të pare në ultim a fundos. Ajo ishte e madhe. Ka një anije madhe ka imi në Evropa. Ajo tash lundron hala. Më një 12 katë. Si cili katë trapezat në veti. Si cili katë perdet në veti. Ngjyra në veti. Garthonat në veti. E qytet. Pleshteton kur kishin pas një për këta anije e madhe. Turqe i kishin pas thonë. Jarëm dunjoja. Jarëm a turqe gjisma. Gjimë se e dunjos. Me revesh sa e kanë pas dunjan e modhe. Edhe njëherë sa anija. Kështu qa që kanë pas dunjan e modhe. Edhe njëherë sa një anije. Një gjisëm edhe një gjimë se menu bëhet një dunjoha po. Kështu pra. Sa ta njëfësh dunjon dvogël a që ke besimin dvogël. Sa ta njëfësh këtë dunjoh sa ashtë. Besimi jëtë bëhet edhe maj madh. A Kurani Kerim mu këtë qëllim e ka në spjegimet e tona. Në përmet këti libri i njifni gjonat sa janë. E kur të njifni sa janë, ato të në ju jeni musliman sa duhet me qenë. Khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Khalaqa al-insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Tha kam kriju njeriun prej një pike të ujit. Ai tonë çallëm li. Prej një pikës, ai khasimun, ai po çet çallëm. Ai po kundrështon pastaj. Po thot ai, shka Allah, shka? Pse Allah si dha filonit me hongër, pra? Pse Allah s'na boni kejve zengina? Kështu muhabet pa lidhje, pyetje pa karakter, pyetje pa tretman, pyetjes njeriut, pyetje cila del nga mendjet e smuta. Pse Allah s'na ka bon kejve zengin, pra? Ku është pra ai Allah i hoxhës, po vun tan njerëzia, po të presin halkit, po të misin, ku është ai Allah i hoxhës? Pse s'mer mos ai? Kinse Allahu Gjelle Gjelaluhu s'ka marr masa. Kinse Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i ka marr masat e veta. Jo, i nderuar qelisit. O si qelisit. Allahu i ka marr masat e veta. A di ku i ka marr? A i kryoj qiell edhe kryoj tokë. Ti jetë kryoj në tokë me shfridzu qiellin edhe tokën. Edhe të zbriti kanun, zbriti ligj prej qielli. A i tha, për me mjell duhet me lavru. Në Kur'an, për me mjell duhet me lavru. Për mu liru prej dikuj duhet me lavru. Ama mdo këtë ti dëtirën tone për jale që tërkuj. Ashtu mdo këtë. Dëtirën tone për ki qef qerë të akrin. E ti të në vesh të lirosh, e të gjanosh mirë edhe të knojshtëne. Kejtë mua për më thot menja se kështu më se ke menën o njëri i bashkohor. Allahu Gjelle Gjelaluhu ti krije kejtë punët e ti të në vesh të ullësh. Ta praptojsh gullën edhe mish e qifteli e kong edhe i lirë. I lirë.
ndëgjoni, kësi pun nuk kanë këtë bot për shkak se sunneti e Allahu Gjelle Gjelalu flet ndryshe. Aja ati realizot. E ati jetë ashtu si që a i tha, sunnet Allah, walen të gjide li sunnetillahi të hwila. Tha sunneti Allahut nuk ndron. Regulli Allahut nuk ndryshon. Tha i do të vazhdojnë ashtu si qash. Veç tash po e lipin njerëzit kështu. Ato po mendojnë se si puna shpije sa. Qohet sa bole njoni pineve është ma das pak se qetri. Edhe kur qohet të gruas, mama ka put. Mama ka put. Ishtë ti kratëve. Mërthami këtu. Mërthal pullën këtu. Lidhë mi ato të jetë poshtat. E ngrata, e lidha ato të jetë poshtat. Dhe kunda si pa e fshinj, e ki, datëm të fshinjit. Rishko, hajse u mërlina, mo. Fshina e ngrata, edhe tutët, i fshin me tut, i fshin edhe tutët. Ja ban hazër. E po dojnë kështu këtë sistem disa njerëz me e imponur hasha Allahu Gjelle Gjelalu, bane i kaput. Formona i këtë qëtërën. Bane këtë. Banat lirtin, e na përshesh ka përna gjonë neve, na përshesh, na imi tut, bëtjes në ti këtë punë. La, inna ha huna qaidun. Kjo ideja e mëqme. Musa si thanë, hatë shko me Allahin tanë, bane atë punën e modha agje, në kur të visht presim ullëm. Kështu i thanë, në kur të visht presim ullëm këtu. Krije me Allahin tanë, të kejq ka ke me Firaunin e bitis agje, kur të visht na imi këtu s'lujmë prej venit iq. Na s'lujmë prej venit, aman ullëm s'lujmë prej venit. Të pritim tije me bajrak hazër. Ato të nga mariton a.s. ishin qerë. Ato thanë, idhab anta wa rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun. Tha hac ti, o për nga meri Zotit, dile e bëgjelit për balë, tha na me tije, para tije në balë me ta. Kështu i thanë ato. I thanë ato, him ti ndeti, na him deti para tije. Shok të për nga merit, na him deti para tije. Njën e greti kishtë i tha, le u dakhal të bina barka l'ghimadi, le dakhalnahu mak. Tha me hitin në atë shkratinën e Saudijës që s'ka njerëz, ashtë sa Macedonia me modhe pak, s'ka asë njeri kursi jeton ati, tha me hiti ati, him na me tije. Po, kështu po. Kështu po, ama si ato të Musës, shkoti Musa me Allahin tanë biti se këtu kur të vish në gjenë, na stalujmë besën. Kur të vish në gjenë, janë sofër të sifirit, janë sofër të iftarit. O kolla salatave në gjenë. O kolla supës në gjenë. S'jemi për ma shumë. S'jemi për ma tepër. Për që ka që jemi të ndërtum, që ka me na bo qetri, për që ka që jemi, që ka që dim, që ka që kuptojmë, ka që morim vesh, për që ka që jemi të ndërtum, që ka që kemi kuptu, që ka me na bo? Jemi njerës, po. Allahu në Kur'an kishtë të thonë suratun Nahl, në ajetin 4-5, khalaqal insana min nutfa, fe idha hua khasimun mubin. E kam kriju njeriun prej një pike të ujt, e pas ta aj po qëtë qalëm, aj po këndrështon prap. Po kjo, që ka lidhe Allah me këta? Që ka lidhe feja me këta? Po punoj po kam. Ku e bra Allahu në punën e vetë, unë në punën teme. Muar bre burë. Mo kësi gjona se Allahu Gjelle Gjelalu ashtë punën e vetë, ashtë e vërtet. Po një me ti dush me qenë punën tona, ma të lidhën me Allahu Gjelle Gjelalu. A ke ndëgju për atë njeriu i cili e la Allahu në balë pas taj mastive fjallëve? A ke ndëgju historin e ati? Po e ke ndëgju, kur? Para një në gjitit. Gjumon më do këtë, me fjallën e mëra me mbyllëm dersin. Po e cekim, kemi drejta o gjallarat na. Shka tha hoxha të shku në pazar, shka ke fjallë? A i që se lidhi me Allahun, shka ke fjallë? Tha ku po shkon kujshia e piti, ku po shkon e fendi, tha në pazar. Tha pse? Tha të blej një gomor, tha po më duhet. Kështu ka fjalla, blej një gomor. Tha, inshallah, kujshia. Shfar inshallah, tha, parët në gjep gomorin pazar, tha e baj pazar e biti shpi. Kështu do e din këtë bot. Kështu do e filozofinë e kësaj dënjoj e din. Parët i kam agje ka dhe u kri. Hinin pazar kur dull pa gomor. E zdo të e kujshia, tha, ku e ki gomorin, tha, se bleve? Tha, mi këshin vell parët inshallah. Kështu ke muhabet. Ndër pazarit, dhe ato janë ati mrena, apo? Këtë njeri, i cili gjithë rumbullaksimin filozofik të kësaj jete, kur gjos ka qartë, apo pak ka qartë për kësaj, unë mendoj se e ka rendin tash një ati shembuj me i cek, se ti kur të vish në këtë botë këtu, kur të dilësh sefte, a me mikun, a me anë mikun takosh mas pari, mu më do këtë se këto njerës këtë filozofie kanë vaktin me ditë mo. A me mikun takosh, a me anë mikun.
I nderuar i xhamat krijesat e Allahut të cilët lëvizin me komën e vet, me dëshirën e vet, kur dalin këtë botë më së pari takon me anmikun. Me mikun ma vonë. Kanë thonë njeriu kur të linde prej nanës, i pari që e pret në derën e kalas e cila ka emrin dunjo, është shejtani. Ai e pret i pari. Filozofinë e vet të njeriu e zbret ai i pari, ai rrin aty. Ai ka dëshirë që ai gjet askari aty pia dit, çka të vjen në këtë botë. E pse be hoxh, më spari me mikun, na po kemi dëshirë me mikun më spari muzatet. Anë dhe po dalim prej komponentës njeri, po e marrim një tjetër pra. Po pyesim kështu. Voja e cila është pregadit në pulën 21 ditë me dal një zog prej pulës, ai prej mrena, kur ti bere këtë shembull merre me veti pikë dërsi sotit. Këta merre se kja i madh shumë. Ai kur ti bere me skep vos pulës me thi për me dal për jashta. No, ajo gruaja që i ka nu pul vot në pul ka ato fleta gje. Un po të pis, kush e prit aty? Moca. Ka dalë më mora. Ka dalë bre, Allah s'kam dalë bre. Ti s'ke dalë për unë e bashkë për qatë jam këtu. Kjo bot, kjo filozofi, nëse prej këti shembulli ke marrë një sen, unë e banë me mbyll dersin më njëherë. Hala pa dalë, hiq piksaj dënjohë, pa dalë pivohe, anë miku të zhivolja e vos, po e prit me hangër. Shka na ki boshti, as ki edhe dënjohë. As ki edhe po, lopa jote që ja ke harru natën mal, që s'ka arë, se ka pruaj lopa gjia, edhe ti s'ke dalë me morë. Atë natë ka bon mal një vich, po të pës, kush e prit ka ata me lipin? Me zakon e lipin lopa, po, e kush i lipini të dit? Uke, apo, sa mirë, në regullu, po shka u bon kështu pra ma isparja me mikun, a me anmikun? Me anmikun, e na pra, qka po duhet me bata ashti këtu? Na duhet me të qelmën e sinit tonë me njëherë, miqët të lipim. Ku i kemi miqët? Të njoftomi, miku ma i madhi joni kusha? Miku ma i madhi joni është regulatori i jetës tonë. Libri Allahu Gjelle Gjelalu, ti thoi më hoqës o gjo, na ka kemi mikën tonë, Kurani Kerimin. Shka ka në ta mrenda? Në ta mrenda ka regulatori i regullimit jetës së përdiqëmërijës tonë prej lingjës deri në vdekje. E atëherë hoqëa thot kështu pra. Ka dale gjelo, musë hup? Musë dëshpra? Me dalmin këtë bot takosh me anmikun, po! Ma mësë dëshproti se ka edhe qëtër sen. Islami se kalon ati, atëherë ka në puna shumë keq pra. Me anmikun edhe ti, thë hoqës, marum. Kështu i thë, marum. S'kemi maru. Ka thonë se fëmia jëtë, kur ta linde nona, para se të del në këtë bote o takohet të dera kalas me anmikun, 20 vjetë për para e kemi mbrojt prej ati anmikun, ne. 20 vjetë para se të lind. Po si shka u bo? 20 vjetë po e vërtet. Njoni prej neve ka eduku qikën e vetë. E ka rrit qikën e vetë në hijen e islamit edhe të abdesit edhe të të pastrimit. E ka rrit qikën e vetë në këto hije edhe ajo ka lind një fëmijën e asaj pastaj shejtoni së ne prek mo. Se a i së në afrot ati, s'ka vend, s'ka mundësi, se lindaj në hijet e reguloreve, e pa regula po, pra, mësë dëshpra, se kështë gjo ka ilaq, plët smujet komplikume kanë mëndu njerëzit se u kri, ama ato kanë ilaq, e sidomos në islam kanë ilaq. Kjo ishte faza e ditë, e kam kriju qitë njeriun, po kalojmë fazën qëtër. Wale an'ama khalaqaha. Ka thënë ato tashti këqirë, folëm, njeriun, qka i duhet njeriu? Faza e tretë, metoda. Faza e tretë e metodës se manifestimit të argumenteve për egzistimin edhe vërtetimin e egzistimit Allahut. Tha, për qijet folëm. Tash për njerin i folëm di fjallë. Tha, wale an'ama khalaqaha. Tha, i kam kriju kafshët. Allahu Gjelle Gjelalu. I kam kriju kafshët. Wale an'ama khalaqaha. Lekum. Kafshët i kam kriju për ju. Fiha dif'un. Tha, në ato keni nëzemje. Në kafshët, keni nëzemje. Mësa të po men, dikush të më falni tash se, po një men në arë kur t'in shanë zetë. Kështu, na s'kemi pun me këto, na kemi pun në këtë qera në Kurani Kerim.
Tha, lakum fiha dif'un. Tha, fiha dif', ka në tonë zemje. E shka ka në zemje të ajvan? Tha, në lëkurën e atyre keni në zemje. I mathni për shpine, apo për shpine, apo për gjiksi, apo për dorze, apo për meste, për kome, edhe keni në tonë në zemje. A u po nga qka të dushune? Tha, keni në zemje në to. Te kafshët, xhamatin ndershëm, kur e kemi lënë programin e Allahut, po ju pyes, a jemi ftoft mirë? Programin e Allahut, a i thanë Kur'an, në lëkurën e kafshëve keni në zemje, na kur dulëm në plastik, shka na gjetë? Kur dulëm plastik, në ndihmoj Allahu, në ndihmoj aj. Kur dulëm në plastik, Allahu në ndihmoj. Në uftofëm terin pikën e fundit, kam të tona, po rinë, kam gji, po rinë. Ama Allahu, kish dal një bojnë dumanëc. Du të me dal pa qetër se robi Allahu karan bela. Qerapat i ka të plastikës, qizmet i ka të plastikës, telefonin e ka të plastikës, zorën e qeshmës, shkapiu e ka të plastikës, qilimin e ka të plastikës, e ka të noftit. Kejt ku jeton ai elementet, qka i ka këtë ftofta. Edhe majicën e ka të plastikës, edhe bundën jaknën e ka të plastikës, e ka zamk, në të në hond e ka ftoft jetën, edhe për dit pyt, qësh jam e abobe? Qësh me dal? A i plaku që ishte në suazat e sistemit kuranor, i mirë ke edhe të mlejat edhe të vëglat për Kurani Kerimit, 3 elemente i bajke aj, kur të doktori, 3 puni bajke, kur të mjeku, e cëllët brekanën kone, ato t'i bojnë pisot pash zotin e di që si ban. Ato janë qerapat e leshta në kom, shokën e lesht për midisi, edhe qevrën e lesht të kolakrijës. Ani praktikoje. E shafa shkon të mjeku, as njëherë, heq. As njëherë. Se ti nuk ka nevoj me mështel zemrën me qevrë, sa atë e ka mështel Allahu me vjam. Aja ka qevrën e vetë. Ti s'ka nevoj bubreket, koklat, ato njërën ju thojnë gjermanisht, kila, arabisht ju thojnë ative. S'ka nevoj me mështel ato, se ato janë të mështelve. Normal se duhet me mështel. Po shokën midis, qerab të leshta në komp. Tallaut. Wal en'ama khalaqaha lakum fihi dif. Tha keni në zemjen to. As njëherë të doktori. Tashti. Kom për northi nakëll, apo? Midisi për më këputët. Po va, hala sa këputa, ma ka më këput për një me. Edhe, një krije mu mërdhin, bre. A ki një aspirin, a ki një garamicin, a ki një andol, a ki një panadol, a ki një kejt anadol në bo. Pika, pilenjës së regulorës Allahu gjëlle gjëlelu tha. Fihi dif'un, keni nëzemjen të nëzemje. E mas miri, kur këto trit, kur të shkojnë dyqan me blea si të ripit mas miri, a ka kozhni, e lipin kozhni, e lipin lëkur, dojnë me këthim do këtë Allahu pizorit. Allahu gjëlle gjëlelu tha keni në të nëzemje. U krimë nëzemjen. Tha wa menafi', edhe keni dobi. Tashti keni nëzemje në Kur'an, edhe keni dobi. Dë njohin për njerëzve të thonë Kur'an i Kerimi, a që katë, edhe që këne i beha. Ala ma shumë. Tha, ua me nafi', tha, ke një hajvan të shpia, likura ati është për ti në zemje, edhe ke dobi në të. E morëm vesh që likuri ati në zemje, plesht e dishka e në boazër mi thonë hoqës. Po ku i beti sa di ma thë ponga, mara? Po kusha të thonë se u ponga? Loj ka, shka mos. Tha, ua me nafi', tha dhe dobi. Që të dobit, kush do t'jena thu? Tha mutlak me ju hip hajvanve në shpinë, e nëzë venaj, qëtëra jeta. Po me janë zërë mishin me ondër vena, a jetë në vetja, ajo s'ka pun me këta. Tha dobi. Dobi të përgjithshme. E unë e një për e ceki. Ke hi bërgjë terin fit. Të në mes vrami ati njeri tha. A për do me kalit. Dimi marë, s'kam pare me dhonë, a për do me kalit. A në dhe, s'ka kalit, kam kalit me. Dobi. Edhe kjo atë dobi pi dobive. Edhe plët qera. Wa minha ta'kulun, tha, edhe prej këtive hani. Hani mish do me thonë. Ju boft mirë. Kështu Allahu xhelle xhelaluhu na thot qartas, ju boft mirë pra. Wa minha ta'kulun, ju boft mirë. Çat ushqim që po e hani ka llogari. Çat ushqim që po e hani prej kafshëve ka llogarin ta. Çfarë llogari e kanë ta? A jeni forcu me ta me mjoft mua? A e keni hongër ata, e keni ngran ata për me ushqi, me mbaj ibadet ma drejt pak. Po për këta e kemi hongër, thatë, Allah, ju boft mirë pra.
A keni hëngër këta për më forcu me bon zulluma? Me qenë më të fortë për me të pru zullumin? Ka llogari nesër, vjen dita. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Allahu Jalla Jalalu tha dhe në to, në hajvanet e kemi fjallën, keni tha bukuri. Ndëgjoni tash, se jemi ka fundi dersit sotit, keni bukuri. Kjo shka dasht në Kurani Kerim, keni bukurin to. Kjo shka dasht. Tha keni bukuri të veçanta në to në diko. I ka cek Kurani Kerim i diko. Tha hina turihuna wa hina tasrahun. Tha kur të kthejnë kafshët mramje në shpi keni bukuri, edhe kur të shlonin me mëngjes tha keni bukuri. Veçanta. Dëgjoni, sa shparzit una, dë njohë për juve abogati me thonë, edhe këto Kurani Kerimi, këto e pata qëllimin, edhe ma shumë se kaq bile. Tha cilët janë ato bukuri? Tha, këto bukuri mos i vet një shahërlit. Kështu kanë thonë djetarët. Mos i vet një shahërlit për këto bukuri. Se shahërlia di ku i ka bukurit. Biciklën kur ta fshinje. E fshin pa çavro biciklën, e fshin. Apo kerrën apo diçka e fshin. Këto shahërlit janë shumë interesante, ato se mjellnohen mua, se e ngojnë kasetën, po se mjellnohen mua. Ai raftin e fshin të shtëpia, e fshin e ban për merak e ban. A katonari, Allahu ka fol këtu drejt për drejti për njeriu që mirret me kafshët, ai në katon është përgjithësi më shumicë, apo? Tha walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Tha keni bukurinë në to. Është fjala, ju mushët barku i mushët katonarit kur ta shofe kalin të ladru në borë. Aje këshirë në gjamë dhe uvi ka thunë lene edhe knoqet me ta. Aje qëtëri që i ka dhen Ai knoqet me delen edhe pamin e asaj dhe kingjin. Kur ta këshirë, ku a kingji ma i bukur? Që këta thojnë hoxha se dhe gjëmotë. Shto thojnë hoxha? Ku a kingji ma i bukur? Në këtë kingji, ku a ma i bukur? Kingji ma i bukur anë qafë. Këto a ma i bukur për kemi. Se qafën si ta ti se ka kërkush. Aje ka qafën më të bukur në botë. Ai katonari kur t'i shlojë në borë ato, i shef bukurit e ative, edhe e ka një nëzet mrena që ti se me spjegohet, ajo në kursi nuk spjegohet, ajo spjegohet vetëm ati kur ta jetojsh atë. Tha, njoni knoqet me lopën e vetë, me bukurit e asaj, qetri me kalin e vetë, qetri me kingjin e vetë, e të në runa zot edhe ma largë do shkojnë, knoqet njoni me qenin e vetë. Karabash s'ka. Edhe zinë gjirin edhe me qu me hongër atje. Mu qu me hongër. Di shpirta me i qu mu bo azap për mu knoq. Ato të di shpirta që nështë e pashar veç ki smut. Mi hongër qenë. Mdo këtë se e hekan elhamdulillah, s'punim mo. Po do veti hajshin taravija të gjamija qenë. 700 vete falshin taravijën, 2 vete hajshin qenë para gjamije. E po kaq kështu gjëmote, ati në Evropë përshkojmë. Në Evropë përshkojmë. Edhe kjo ke. Fa walakum fiha jamalun hina turihun. Kur t'ju kthejnë hajvan të shtëpia në mramje keni bukuri, edhe kur t'i shlonin mëngjes. E ju tash pyetni edhe po e mbyllim dersin. Pyetni. Pse përpara e ka pru kur të vinë hajvan e ma vonë ka fol për kur të shkojnë? Pse kështu sa më spari shkojnë hajvan të në vinë apo? Ka fol në Kur'anin e Kerim për kur të vinë e pastaj ka fol kur të shkojnë. A kur të shkojnë të nesrit zaba. Kur'ani i Kerim është mucize. Aja është mrekulli, aja është i veçantë si ai sa është asnjë libër. Hajvant kur të vinë kafshët mramje të njit, a që atëherët vlën mirë tia kur të shkojnë sabale lak. Jo, kur të vinë mramje, ato janë më të bukur se janë ngi. Ka thonë në kafshët e juve keni bukuri, kur vinë të njita. Ka thonë keni bukuri për zdit, kur të shkojnë sabale. Sabale në mëngjes, i rëmen me shkopa, i se ka gale se a ka shumë eshme, i rëmen me shkop sabale, sa ma shpejt shkojnë a gjemi i pru ato dobi që i duhen ati. Walhamdulillahi Rabbil Alamin al-Fatiha. Edhe unë jam lodh dhe ju i një lodh. Nesër inshallah mas namazin dhjes takomi. Lillahi al-Fatiha.